Dyshime për manipulim votash apo gabim teknik, çfarë po ndodh në Mitrovic? Prokuroria themelore në Mitrovic së fundmi ka urdhëruar rifillimin e numërimit të fletvotimeve në qendrën komunale të numërimit në Mitrovicën e Jugut pas dyshimeve për manipulime. Prokuroria ka caktuar 2 hetues policor që do të monitorojnë rinumërimin deri në përfundim të tij. Numërimi u ndal të hënën pasi u gjetën numra serik të ndryshëm në disa fletvotime. KQZ sqaroi se bëhej fjalë për gabim teknik nga kompania slovene CETES, e cila më pas pranoi përgjegjësinë dhe siguroi se fletvotimet përmbajnë masa sigurie që e bëjnë të pamundur falsifikimin ose kopjimin e tyre. Pas këtyre zhvillimeve, ushtruesi i detyrës i ministrit të drejtësisë Blerim Sallahu ka kërkuar nga ushtruesi i detyrës i kryeprokurorit të shtetit përjashtimin e kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Mitrovic, Niazi Rexha nga rasti. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar rivotim në Mitrovic dhe ka paralajmëruar ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe për shtresa. Për informacionet e tjera rreth zhvillimeve në Mitrovicën e Jugut, vazhdoni të klikoni në portalin telegrafi.com.